A është krejt kjo rastësi apo një narrativ shumë mirë e planifikuar? Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti, vazhdimisht që nga aktiviteti i tij politik në fillet e pasluftës, i quante vazhdimisht komandantët e ushtrisë kombëtare të Kosovës si profiterë të luftës dhe hajna. Pra, duke filluar nga vetë Albin Kurti, pastaj me radhë Hekoran Murati, i cili i pati krahasuar veteranët e ushtrisë kombëtare të Kosovës me mercenar, Rëngjinovci, aktivisti flakt i vetëvendosjes, i cili fliste në një kohë për nostalgjinë e dikushme për Jugosllavinë. Pastaj edhe Donika Gërvalla, e cila jo vetëm që publikisht i akuzon krahun e luftës dhe narrativën e luftës cilën e ka zhvilluar populli i ynë, ajo pati dërguar edhe dosjen në Hag, ashtu siç edhe vetë kishte pranuar dikur. Pastaj vjen edhe Dim Albasha, i cili akuzonte UÇK-n se është financuar me paratë e drogës dhe trafiqeve ndërkombëtare. Dhe nuk ndalet me kaq, pasi sipas ekspozitës së Shkelzen Gashit, numri i viktimave nëpër masakrat nëpër Kosovë nuk është ajo siç ne gjithmonë e kemi treguar që nga pas lufta, por gjithmonë sipas ekspozitës së tij, shifrat janë shumë më të ulta. Pra, relativizohet spastrimi etnik që ka ndodhur në Kosovë, relativizohet gjenocidi i Serbisë, i cili ka kryer mbi 500 masakra nëpër gjithë Republikën e Kosovës. Ndërkohë, kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albolena Haxhiu, e publikon ekspozitën dhe i jep mbështetje gjithë asaj fushate të Gashit. Të gjitha këto artikuj, intervista, krahasime, akuza që vijnë nga ana e lëvizjes vetëvendosje për krejt rrëfimin dhe narrativën e UÇK-s, a janë thjesht një rastësi apo një narrativ e mirë planifikuar? Ndaluni, mendoni se jo krejt gjanat ndodhin rastësisht.